mbasi mbaroj shkollën në Tiranë apo në Stamboll? Tani Tirana e lam. Okay. Jem në Stamboll. Po. U ktheve direkt këtu. Po, jam kthyer direkt. Jam kthyer direkt sepse që para se të mbaroja shkollën në Stamboll, gjatë procesit të shkollës kam zhvilluar edhe një proces tjetër për shfaqjen Romeo dhe Julieta, të cilën e kam sjellë në Shqipëri falë mbështetjes së Ministrisë së Kulturës. Sepse që kur shfaqjen ma dhënë mbështetjen, më ka bërë edhe mua të kuptoj që projekte që vinë prej nesh të rinjve, kur janë të formuara me profesionalizëm edhe të bëra me shumë shpirt, mund të vlerësohen, mund të kuptohen edhe mund të bëhen. Nuk janë të pamundura. Po aktualisht me çfarë merresh? Aktualisht kam formuar një program. Një projekt e kam dorëzuar prapë tek Ministria e Kulturës, quhet Viti Kalendarik Shakespearian. Është një nisëm që merr përsipër që komplet në rang kombëtar, institucionet kulturore, mediatike, shkollore të flasin për veprën e Shakespeare, duke qenë se Shakespeare është institucion vetë dhe unë e dua shumë.